Ambasadori i Izraelit në Bashkimin Evropian dhe NATO, Heim Regev, justifikoi sulmin e vendit të tij ndaj Iranit me arsyetimin se veprimet e këtij të fundit nuk i kishin lënë zgjedhje tjetër. Në një intervistë për Euronews, Regev paralajmëroi se kërcënimi nga ambiciet bërsamore të Teheranit mund të përhapet përtej lindjes së mesme. Irani përbën një kërcënim jo vetëm për Izraelin, por edhe për rajonin dhe për Europën. Iranianët janë të përfshirë në promovimin e terrorit, janë të përfshirë në provokime, janë të përfshirë në shumë akte të tjera. Praktikisht, ata janë tashmë shkak kryesor i paqëndrueshmërie për rajonin dhe për botën. Komentat e Regev vinë në kohën kur pas 7 ditësh konflikti, përplasjet Iran-Izrael nuk japin shenja zbutjeje. Të njëjtën, Irani lëshoi 30 raketa balistike drejt Izraelit, e një prej tyre goditi qendrën mjekësore Soroka në Beersheva. Mbështërja e forcave të armatosura iraniane dukej se ishte një hakmarrje drejt për sulmet izraelite në infrastrukturën bërsamore të Teheranit një ditë më parë. Irani ka një plan të qartë për shfarosjen e shtetit të Izraelit, insistoi Regev, që shtoi se Irani po përshpejton programin e tij, planin e tij në 2 aspekte kryesore. Së pari, programin e tij bërsamor dhe së dyti, prodhimin e raketave Tok-Tok. Pra, kështu, bëritëm në pikën kur e pam se duhet të veprojmë për ta larguar këtë kërcënim, insistoi ai.